Mish të ftohtë nxehtë, jemi në terminin e rregull të ftohtë nxehtë, ora shënon 15 dhe po e nisim kështu me energji pozitive, ashtu siç dim vetëm ne. Kuptohet që mysafirët dhe muzika asnjëherë nuk mungon në ftohtë nxehtë. Edhe sot, në mesin ton kemi një këngëtar i cili na ka ardhur prej Vushtrisë. Jem kërit pak se e kom prit pa qaj, po si do të qoftë qajnë ja sjeli më vonë. Me ne do tjetë Ardian Mehmeti, Ardian mirë se na erdhe bashkë me bendin. Knaci, ndërsa, sot po e them që këtë diel do e kemi super fire, po e them kështu, sepse vetëm pas pak do të kemi një super artist në studio që do të flasim si çdo herë në ftohtë nxehtë, pa dorza, pa filtera, do të flasim për vitet e tona në skenë, por edhe për diçka që do t'jetë ekskluzive vetëm në ftohtë nxehtë. Meqense jemi krejt në kërkim të dashnis, kësha dash me anis me na i kong dashnis, kështu na tu e kërku dashnis e me ta tu e lypëm do këtë më ka up dashnia, kështu që po e nisim me një kong për të rikthyer dhe për të vazhduar jetën e emisionit ftohtë nxehtë. Në moshën e dashurisë, kur i mushanize vjet, më zdivesh mora rrugën, më shopër në gurbet, më zdivesh mora rrugën, më shopër në gurbet. Mendoja, më zdivesh kujtoja, shikimin e syçkave të saj. Si shkoj dashuria, ku mbi lumturia, Zotit i lutem të më fal. Mendoja, me zdimi shkujtoja, shikimin e syçkave të saj. Shkoj dashuria, ku mbi lumturia, vetë Zotit i lutem të më fal. Të lash moj në vetmi, tanën dhe korçën time, mos do t'i shoh me sy. Tanën dhe korçën time, mos do t'i shoh me sy. Mendoja, me zdimi shkujtoja, shikimi dhe syçkave të saj. Si shkoj dashuria, ku mbi lumturia, Zotit i lutem të më fal. Mendoja, me zdime shkujtoja, shikimin e syçkave të saj. Shkoj dashuria, ku mbi lumturia, Zotit i lutem të më fal. Mish të ftohtë nxehtë, tani është koha që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë. Kuptohet që thash më herët zbulova pak që kemi një super artist ftuar. Unë kam kënaqësinë që ka vite në skenë, njëkohësisht edhe vite që njihemi e flasim. Sa herë përmendet emri i tij, gjithmonë na bie në mend një këngë, një hit që kanë kaluar vite të tëra, por dëgjohet vazhdimisht. Unë po e them vetëm titullin, se kësha dash me e nis këtë intervistë, nuk po e zbuloj edhe pak, se në moment që e nis këngës ose e them titullin e këngës, keni me ditë se kush do t'jetë me ne. Ditët e fundit. Ditët e fundit jetoj, dashurin nuk kam besim. Ditët e fundit jetoj, ty s'të kam gushlim. Ditët e fundit jetoj, nga kjo botë e mallkuar shkoj, me sy të hapur.
Granit, Stafa, mirë se erdhe. Përshëndetje. Po e nisim me këtë këngë, sepse është një ndër këngët që vazhdoj me dëgju që shie mas pari. Përshëndetje, Granit. Knaci të jem në emisionin tënë, në emisionin më të mirë definitivisht. Momentin që jina këtu e vrejta atë energjin pozitive, si vetë që je, kuptohet. Une realisht pjesën më të madhe të karrierës e kom da dhe me radio televizionin 21, kështu që përfitoj nga rastit përshëndes gjithë stafin e emisionit tënë, tu fillu për te sigurisht, edhe televizionin 21, shqyqyr që ju kemi, shqyqyr që s'na haroni dhe her pas herë na kujtoni dhe shumë mirë ndodhi kjo që ka nga ditët e fundit na kthejnë retrospektiv, edhe s'ka ma mirë se kur ke shumë qka flet, edhe kur në vete përmban një bagazh bukur të mirë të gjatë. Faleminderit shumë për ftesën. Sa vite du kam bo në skenë, Ardit? Sa vjetë mu kam bo në skenë? Granit, shumë janë. Nëse kthehemi si fëmi, atër me gjitha to prim fëmini e këndej, i bjen dikut plota 30 vite. 30 vite. 3 dekada, po. Po du pak me të thy taj fillimi, do më thonë të Arditi si fëmi. Kur ke nis me këndu, ke qenë si fëmi, pas taj adolescenca. Qfar personazhi ke qenë kështu për anisi? Ke qenë i gjallë, i qetë, e ke ditë gjithë që skena është për ty, apo në mëndon ka ndru vazhdimisht prej viteve? Tu rrit, tu ndru edhe dëshira e profesionit këtë rast? Pyetje shumë e mirë, normal, si çdo fëmijë, edhe unë në kohën, periudhën kur kom qenë i vogël, normal, fëmijët i bën shumë të veçantë edhe karakteristik që ajo se me të vërtet janë vetvetja. Une si natyrë kom qenë jashtëzakonisht dinamik, kom qenë shumë i gjallë, e di e majnë mend, se s'kom qenë qatë që i vogël, mos me më kujtu. Momentin kur kom dalë në skenë, gjithmonë jam konë shumë i lumtur, nuk e di pse ndoshta nuk kom qenë gjendje me perceptu ose me kuptu realisht, po e kom një farë energjie që më ka të rek, I didn't born to sing, i lindun për të këndu. Me gjithate, kjo me ko normal ndryshon, sepse në moshë madhore ti e kupton që kjo është përgjithësi e madhe, është punë, se mbi gjitha unë e kom profesion, nuk e kom hobi, unë e jam do të t'i shkollum në lidhje me këtë çështje me muzikën, edhe kjo realisht është përgjithësi, po të njëjtën kohë dhe knaci. Do të thotë, nuk mundet me qenë e njëjtë, po ama elani është i njëjtë, entuziazmi është i njëjtë, energjia është e njëjtë dhe vazhdojmë sigurisht me të njëjtën tempo dhe me të njëjtën dinamikë. Cila ka qenë kënga e parë profesionale që e ke këndu? Granit ka shumë, nuk është vetëm një. Tash e ki fjallën... Të tenisma, të këfilimet. Tenisma, dhe me thonë si teenager ka qenë kënga Dashuria e humbur, me të cilën do të thotë jam prezentu në festivalin Nota Fest në Shkup, i kom pas ndoshta diku 6-17 vjetë, dhe me thonë, edhe kjo është ajo nisma si teenager, edhe mos ka pas ndalme, po, do të Dashuria e humbur, përfitoj rastin me përshëndet edhe autorin e këngës Wagner Nushi, kompozitori dhe pianisti shumë i shuar nga Struga, ai ma pa të bo këngën, edhe ajo ishte periudha që do të thotë Arditi u rikëthy pas një pauze të vogël, që ka njoftë Arditin të akordet e Kosovës si fëmijë më thetë thash, po me që në ndodhe dhe ajo shpërngulja periudha kur i nxerën pri pune, e dim na krejt vitet 90-91, na u shpërngullëm në Macedoni, pas taj hupi pak ajo çështja kontakti i drejt për drejt me muzikë, dhe po shqyqyr fatmirësisht dhe të thotë nuk zhati shumë edhe une u kyqa me njerë në festivale, në për ahengje, në për gjanat ndryshme muzikore dhe pre atër dhe të thotë ja ku jam. Ndërsa një ndër këngët e tua, me qenë se ke shumë, e nesëm realisht me atë këngë, ka qenë ajo kënga që edhe sot e kësaj dite e dëgjojnë, edhe teksti këngës është që thjesht e ndjejmë brenda vetës sa herë e dëgjojmë një temë shumë ndishme. Qysh ka njës kënga, se po të kthej kështu, jom t'ja njës do shta prej viteve shumë më herët? Realisht, më ktheve 24 vjetë mas. Kjo këngë, ditët e fundit, përfitoj rastin me përshëndeti Ilir Beranin, autorin do të thotë këngës, edhe tekst shkrusina e ka bo me melodie me tekst, na e dim që Iliri është i jashtëzakonshëm, është fenomenal, gjithashtu edhe Gilin pa dyshim, të cilët i du shumë i komit shumë të mirë, kjo ka ndodhë dhe të thotë
rastësisht, po edhe ka qenë do të thotë e mendume, sepse Iliri para vetit e ka pas një këngë vajgit madhe, një këngë me të cilën nuk ka qenë talje. E ditët e fundit rezultoi që tjetë njëra ndër baladat më të mira shqiptare, do të thotë ajo veç u dëshmu, me që plasi u bo mega hit mrena një periudhe të shkurt fal mesazhit edhe këngës bukur dhe interpretimit tonë shkëlqyshë. Kuptohet, Iliri din çka bën. Ajo është shumë i meqëm edhe e din sakt se për cilën këngë nëse flasim për duete, cili është i nevojshëm. Dhe faleminderit për besimin në atë kohë, unë kom qenë hala shumë i ri, që ma kanë besu mu këngën, dhe që unë e kom dhonë maksimumin tem, dhe ajo dul një këngë e cila realisht do të është në mesin e këngëve të pavdekshme zbavitëse kosovare, kombëtare. Vetëm po e shohem edhe pak sa videoklipin. Prapavi. Çka na kështë zbulu diçka për videoklipin, ose kur e shen naj nostalgji, ose naj fjallë që të kujtohet, ose naj moment, qofti bukur, ose naj thjesht një kujtim prej kësaj video që për momentin një duhet. Granit, besot që momentin që regjia e lëshoj në sfond, në Prapavi, emocione jashtëzakonisht mëdha, se u ktheva në retrospektiv, në Prishtinën e pas luftës, ndoshta pa rrym, po me shumë vullnet, me shumë potencial, me shumë kvalitet. Ajo ka qenë periuda 10 vjeçari, mas luftës ka qenë periuda ma e mirë e krijimeve ma të mëdhaja muzikore. Tu e pas parasysh shumë festivale pillun mu bo, shumë ngjarje ti ke qenë, pavarësisht se shumë i ri ti edhe ti e kyç shumë herët, kështu që e din për çka e kom realisht fjalën. Libertas Fahiu e du shumë e përshëndes, Astrid Kabashi, këta e ka zbukuru këngën tonë, sigurisht klipin në fakt. Vetëm momentet mira kom, nuk kemi pas asnjë farë ngecje, ose mosmarrveshje, ose diçka të tillë, shqyqyr për Zotit. Po momentin që kënga doli e sukseshme, s'do mend që edhe videoprojekti është mendu mirë shumë, do është realizu jashtëzakonisht bukur. Për atë kohë flas, kjo ka qenë diçka. Ardit, me qenë se pas kësaj këngë, do të thotë kuptohet që kërkesat, fama, gjithçka është stërrit edhe njerë më shumë. Qysh ke qenë karshi kësaj pjese të qenurit ftyrë publike, për një familje artistësh, edhe njëkohësisht me pas një këngë në atë kohë që i madhe i vogël e kanë dëgjuar e kanë këndu. Ka qenë privilegj, po a ka pas edhe vështërsi dhe sakrifica bashkë me atë privilegjin që të ka ardhur? Shumë mirë, kjo është pyetje me përgjigje 2 në 1, të gjithë e dim, logjika e shëndosh të adreson drejt asaj që ne i themi, aty ku kënaqësia është përgjegjësia, dhe sigurisht që përgjegjësi, do me thonë, hiç as nuk duhet me diskutu sa i përket, të pas parasysh që shumë mirë e the, unë e vi prej 2 prindve, 2 titanve të kolozve realisht të artit profesional muzikor, 2 njerëzit të cilët pak është me thonë ua kam bërë jetën. Unë edhe vëllaja jam Astriti, për pas parasysh edhe Astriti sot është njëri ndër muzicentët më të suksesshëm në industrinë, do me thonë muzikore shqiptare. Prindë tonë kanë punu shumë me neve, shumë na kanë lonë, dhe sigurisht që ne e bartim edhe atë bagashin e tyne, edhe kontributin e tyne, dhe ne jemi vetëm vazhdimtartë e aty në 2 kolozve, dhe sigurisht që është përgjithësi e madhe se ne duhet kemi kujdes se çka servojmë, ne duhet kemi kujdes se si veprojmë, se çka ofrojmë në aspektin muzikor. Prandaj nuk do në mend që kjo është, do të thotë, nuk është, unë e ceka dhe paraprakisht që nuk ka tallje me artin muzikor, me muzikën përgjithësi. Prandaj momentin që kyçesh në botën e muzikës, në botën koloritet pa fund të muzikës, artisti duhet me qenë i vetëdijshëm dhe duhet me ditë mirë se çka bën, sepse na reflektojmë në publik. Dhe çdo e mirë ose çdo e keqe mund të jetë si shembull, dhe mos zot ma keq, me dhon shembuj të këqij, marrim në çaf gjenerata të tjerë. Pojenta e artistit, e këngëtarit në këtë rast, është që me i motivu gjeneratat pas nesh, dhe jo me i degradu. Prandaj kjo është shumë e shenjtë, në të njëjtën kohë është shumë privilegj, është profesioni ma i miri mundshëm, megjithatë
për krah asaj që llogaritet të jetë profesion, ky është edhe mision. Muzika është mision. Sepse artisti bart në vetvete një energji të cilën domosdoshmërisht duhesh me përçu, me nda me auditorin, me publikun e nderuar, dhe momentin që ti ke arrit me shëru shumë njerëz në aspektin, kontekstin muzikor, me u dhuru këngë të mira, me i bo mundik mirë, ose këngë me mesazh si në këtë rast ditët e fundit, atëre artisti deri në një farë forme, misionin e vetë është të e qunë në vendin e vetë. Po ndalëm pak tek mami, tek artistja e njohur, me cilën unë thashtë që jemi rrit gjenerat pas gjenerate. Kuptohet që atë hapat e pari ke marrë prej mamit, po e them në këtë rast, prej nanës. Cili është ai ndoshta kujtimi më i bukur që e ruan me një nostalgji brenda vetës? Unë e kom pas fatin me jetu Granit me Shankën, se shkurti kanë thonë Shanka. Po. Unë e kom jetu me atë në Macedoni, derisa dhe të vllaznit e mi janë knej, kanë anë Prishtinë, dhe të me njerë mas luftës, janë këty në vendlindje realisht, e që edhe shumë shpejt po këthena që pe bëj publike në emisionin tënë premier, diku në bas datës 16-17, unë e veç po këthena në vendlindjen tem, aty ku e kom vendin, me midhez motorat, me startu edhe njerë fort, mu këthy edhe aty ku e lash me vazhdu. Me Shankën, Granit, pibi dhe të të muhabetit kështu, gjithmonë e kom pas parasysh që jam të jetu me njerit madh. Pavarësisht asaj që ka qenë prindi jem, ka qenë nona jem, unë e shumë kom pas konsiderat jashtëzakonshme, shumë kom pas kujdes si biri i saj, në sjelljen të folur në gjithë çka, se kom pas parasysh që para vetit e kom një figurë historike e që unë jam konë në prezencë të saj. Unë pas ka marrë malli mja pa ftyrën. Faleminderit 21 për këto sfonde, jeni me të vërtet shumë të kujdesshëm. Pak emocion më kapi për momentin, se pardje ka bo 5 vite, realisht me datë 3 maj që ka ndru jetë. Momentet primat mirave kom me nanën. Dhe të thotë, deri në ditët e fundit saj tjetës, na nuk e kemi lon njëni tjetrin, nuk ja kom shu dorën, arsyeja ime që unë pak u largova prej skenës, ka qenë pikrisht kujdesin ndaj prindve të mi, e gjotë që së vjen as pak keq, së unë e kom me vazhdu aty ku e lash, unë alajo miri, alajo në formë, arditje ka qatë zomës të me dhe matë mirë, tash, po prindet nuk i kthej dot, a shqyqër për Zotit që kom qenë aty për të dytë, deri në frymën e fundit të jetës tyne. Nuk do të kisha veçu në ai moment, se çdo moment është i veçantë me prind, sidomos me nanën. Në gjithë shka temën, ajo o gëzu. Në gjdo sukses temin, e shifsha që ajo ma tep, së mleke mu hapsin mu gëzu, se e merë ke ajo. A më kuptan? Tu e pas parasysh që ka qenë edhe vetë e profesionit, si prind ka të regu jashtëzakonisht kujdes, edhe babi, edhe Shanka, konkretisht unë alëm të Shanka, ka qenë shembulli ma i mirë i të qenurit nanë. Të thot na ka eduku, na ka arsimu, ka sakrifiku maksimumin bashkë me babajin, edhe si mund që dalim na prej hakut. Prandaj, muzika është forma e vetme që ne do të vazhdojmë, do të thot ato që e lanë të parët tanë, dhe kjo do tjetë forma për shëndetse edhe falemderuse në të njëjtën kohë, vetëm në këtë formë na mundemi me i falemderu, dhe të thotë për gjdo gjatë që kam bëata për ne, dhe të vazhdoj me këngë të bukra, mos t'ja marim ftyrën, sepse me të vërtet, edhe njerë po e potencoj, shumë duhet kemi kujdes, se çka servojmë, dhe si silemi, sepse arti është i shenjtë, prandaj artisti këto duhet me ditë 24 orë në ditë, mos me haru. Ka vetëm një pyetje të fundit të ky moment, sepse kisha dashur me ndru dhe mos të prekim më shumë emocione. Vetëm ndajmë tek ato, ndoshta po e quaj si amanet. Po. Domethënë ose fjala e fundit që tu ka thonë ty si erdit. Me qenë se ne jemi taku shumë herë.
kemi taku edhe në evente të ndryshme, edhe ju dytë keni qenë, do më thënë, që nuk keni mujt me nejtë njoni pa tjetrin, edhe ka qenë personi më fani që e ka bo atmosferën gjithë në tavolina. Mu kujtun shumë momente gjatë kohës që bisedu, mu kujtun momentet në Gjilan, bashkë me artisten e madhe, cila ka qenë ajo sepse për gjithë shka ka pas një fjallë, ka pas një mesazh. Do më thënë, e ka ditë sakt kur me ta thonë një fjallën e duhur në momentin e duhur. Shumë e vërtet. Granit, ajo nuk ka folë shumë, po ajo kur të alëshoj ke një fjallë një lirë, edhe të leke me menu një mujdit. Se ku qysh pse tek, ka qenë shumë e drejt për drejt, ka qenë shumë e logikshme, po të pas parasysh se në qka kanë kalu ata, do me thonë me qiftin e këtyne njerëzve, prapë po thëmë, nuk ka qenë, kjo viti 2014 ka qenë, që tash më ktheve mbas, edhe Shanka nuk e ka di që une kome dalë mja kënu kangën e saj, edhe pse une e majme në kom potencu në mikrofon, se unë jam shumë i kujdeshëm, kopja original nuk bëhet, edhe nuk ka diskutim, ba ato ja kom po me dije, mësëm shaj mandej, se që she ka kënu Shanka normal, se cilin formën e vetë, po, adin kur e merë një kangë të madhe, një artistet madhe, është pak ndjenjë forte pambarësisht aftësive vokale që i zotroje e zonit që e kome, që normal e dinit të gjithë ju, po kur këndon këngë të tilla, o hajde dali moj goce, moj mendja kom këndu dhe Shanka nuk e ka ditë. Dhe ka qenë momenti surpriz, kur ajo dhe të thotë, une hupna për 5 minuta, edhe mërënda 5 minutave, une shfaqëm skenë, edhe këndoj këngën e saj. Kjo ka qenë një randër në mesin e miliona momenteve. Kujtimet primat mirave i kom me nanën teme. Të kjo jeta është kjo, Granit, thjesht ngelin kujtimet, si çdo gjatë që është me skadencë, edhe vetë trupi jonë është me skadencë, dhe ngelin vetëm kujtimet, lumë aj që përmenet për të mirë, e që lën veprat mëdhaja, fjalët mëdhaja, sepse tek e fundi gjithë shka është relative, mirë po, veprat mbesin. Shumë e vërtet. Betë është një gjurmë që nuk humbet kur. Po, a ju ka shku me ndja për shambull me bo na i kangë bashkë me Astridin këtë rast, na i dedikim ose na i mi marë kangë të vjetrat Shankës edhe me i këthy. Do shta e keni bo si mua betë si plan? Astriti është, do të thotë, zakonisht i zonë, që e pas parasysh që është i kërkum te i mase, sepse jo pse kon vlla, po kësha dash me qenë 2% që Astritit, e që s'jam. Do me thonë, ajo është genial. Në kontekstin muzikor, Astrit nona nuk bën. Edhe këto e dim krejt, jemi dvedishëm se Astriti qfar force muzikore posedon vetë si kërkush tjetër. E kemi diskutu, Astriti bile pa të bo dedication albumin ja u pa dediku prindve. Nëse nuk e di njerëzit, atë albume ka bo konkretisht edhe shkruan të kopertina e albumit. Astriti që ky album, këto kangë i dedikohen prindve të mi, prindve tanë, do me thonë. Në lidhje me kangë e kemi mendu, po kretë ato gjana Granit kanë mendu se ty jetuna atje nuk o ka qene pa mundu më laqko. Se do të thotë jam një bot kretë out prej asaj që jam. Tash jeta ka njerë s'provon ose të përplas diku ku s'ta mërmenja. Tash përderi sa unë jam hala në Macedoni, këtë flasim, prandaj ishte momenti unë me vendos ma në Prishtinë, e pastaj të gjitha gjanat kanë me u kanalizu. Dhe kjo është në menun e programit të muzikor, se Shanka ka afer 300 kangë të saja, edhe normal që duhet mu bo përgjedhja, na kemi diskutu me Astridin, edhe mja bo një recital, një koncert recital, unë me të ftum këngëtare, pse ka qenë, dhe të thëtë femën, vajzat, femna duhet me aglu kangët, normal me selektim trept, vetëm kuj do t'ja besoj, kush ka me qenë gjendje me kënu kangët e Shankës, edhe besoj që do të realizohet deri diku para vitit 3, nuk po e premtoj, po kjo është në plan e program, sepse edhe mu dhe Astritit në takon me bo. Më shumë se juve as kuj tjetër. Edhe kjo do jetë, do të thotë diçka që duhet ta bëjmë, sepse do t'jetë një material që shtetit tonë, shtetit Kosovës, duhet me pas në arhivën e vetë, të e pas parasysh që Kosova, sa do që tjetë e vogël,
ka pas njerëz shumë të mëdhaj, jo vetëm në profilin muzikor, po edhe në shumë profile të artit, do të thotë jo vetëm në muzikë. E Shanka është do të thotë njëra nga koloset e profilit muzikor. Cila ka qenë kënga më e preferuar e Shankës? Që e ka këndu ndoshta edhe në shtëpi. Se përndryshe ju keni këndu bashkë, vazhdimisht. Shanka këngët e veta mas pak ti ka knu, besom, po o hajde dali moj goce ka dash ma shumë ti, dashurin që kam për ty, më shiqon me buzë në gaz, këto jenë këngë që na i këndojshim. Për ndryshe, mos e bukur kjo rinia e kemi këndu në stop, bën e sap edhe në spital kur kemi qëndru, të me thonë, une ja kom këndu gjatë gjithë kohës këtë këngë, ajo qashtu e smut inkuadroshte. Ka qenë shumë luftarake, nuk o dërzu Shanka kur, deri momentin e fundit. Të thotë, këto janë 3 këngë që une e mbaj mend që kjo i ka dash dhe vetat. Edhe njerë pe e ceki, jo rasisht edhe e kom marre, kom bërë remake-in e O hajde dali moj goce, O bilbil me pika pika, që kjo kënga që përmenda më shiqon me buzë në gaz, edhe dashunin që kam për ty. Më kanë qenë këto. Po, kjo ka qenë 4 favorite e repertorit të vetë artistës në fjallë. Ti na tregove që do të të një ndër arsye që ndoshta e shkëput paksa prej muzikës ka qenë dedikimi i kohës tënde 100% ndaj prindve. Kjo është, domethënë që gjen minutin e fundit, sekondat e fundit i ke qenë, domethënë ke sakrifiku jetën, famën, po e them në këtë pjesë për shkak të prindve. Po besoj që ja po e shojmë edhe këngën kur e ke interpretu të Shankës, befasia që e përmendëm më herët. Edhe vrejet aty Shanka që se pretë, se e kap më duket kamera, më zgabofsha. Qëre, nuk e ka dit kjo, adin ka qenë shumë... E vërtet. Këto e ka pas favorit si këngë, Shanka këto e ka dasht. Me të vërtet këngë e bukur, qëfar këngë bukra ka bota shqiptare? E vërtet. Veç do të me ditë mi knu. Sidomos ajo pjesa ndoshta e këtyre këngëve të vjetra janë thesar për ne. Po apo mendon që muzika sot, me atë çfarë po ndodh në vitin 2025 dhe me ato këngë që kemi pas para shumë viteve, Shankës dhe shumë artistëve të mëdhenj në këtë rast, a është bonaj katahur apo çfarë është ndodh me muzikën? Meqense se ti mund me na fol shumë shlirë sepse je edhe profesori në këtë pjesë. Akademik, normal, muzikor. Nuk isha dash me hi shumë thellë granit, se gjithmo e dim, jemi të vedishëm se qka pëndodhë, qëve, koknat ka ndryshu, kur ndryshon koha, do më zëshmërish do të me ndryshu edhe muzika. Nuk mundemi tash na, pse neve na ka pëlqy, pse na kemi qenë atë periudhe, dhe tash me fillu me kritiku ose me fol, me i pa me një sy tjetër. Jo, thjesht, nuk flasim në aspektin profesional, se sot gjithë mas pak ti ka profesionalizëm, duke mos inkuadru këtu këngëtarët popullor të cilë kënojnë live, se ata vlera ende ekziston, momentin që ty këngëtari ta kap mikrofonin edhe të kënon 3-4 orë, në regull jemi, nëse flasim në aspektin komercial, këto vizuel, televiziv, shka e shofim, ndoshta qaq munden, edhe qaq din, veç po më që ditë fakti, këto veç, kjo nuk më mduket logjike, këngëtar që lavdrojnë vetë vetin këngë, këngëtar që tregojnë pasunin e vetë në këngë, lavdrojnë në këngë, kjo është pak a shumë absurde, sepse gjithçka mundet me qenë këngë, nuk mundet me qenë, tash unë okej, na jemi për reforma e për ndryshime, ti kemi gjanat qartë, se tash s'mundet me qenë muzika si para 20 vjetëve tash. Tash kemi produkcione shumë të forta, kemi videoklipe jashtëzakonisht forta, kemi besa melodi shumë të mira. Po tekstet e artistat, bagi pak tu e qalëmdiz vetin, bagi tu lavdru, nuk e din. Nuk e din, ndoshta e kom gabim, po ju kësha lut ma shumë me bo për këngë, se sa me fol për vete, se ti vetë kënga flet, s'kitin këngë që ka folë për veti. Adin që një mesazh pa irnime, pa këtë shkuptime, kretë janë të mirë, se cili është i mirë në mënyrën e vetë, se cili ka vlerën e vetë, po nëse krahasojmë atë kohë dhe këtë kohë, nuk krahasohen. Atër ka pas muzikë, tash ka aheng zbavic. Ka këngë për diskoteka, që je i mërzitun, shkon se me 80% tekstit se merr vesh hiç, biti është i mirë,
ajo farë mikset janë të mira edhe të shtin diqyshë në vajbë. Si do që tjetë, faleminderit për këta këngëtarë që na shtinë në vajbë, pa i marrë vesh kur gjohë. Po. Okej. Sa është vështirë gjatë 30 viteve karierë? Kuptohet që shpesher kemi dëgju fjalë të ndryshme që thuan do të në estradë, jo gjelozia, jo bryla, jo pengesa prej tjerve. Qysh je kon ti karshi krejt këtyne gjanave? Je godit? Ti e din që unë e kom qenë këngëtari, ndoshta lirisht e thonë pa dozë modestie i vetëm, që s'kom pas kur homle me kërkan. Kreti kom dasht, kreti kom respektu, shtëpia jem atje, do me thonë, ku jetoj edhe pak, ka qenë shtëpia e artistëve, ju kom dikmu shumë, kolegve, ju kom dikmu jashtëzakonisht, do me thonë shumë, nuk e kom pa kur kërkon konkurencë se cilje ka vlerën e vetë, atër kanë ditë me knu be Granit. Po. A e kuptan, ka qenë shumë e thjesht be Vlaçka. Shumë e thjesht. Kemi funksionu si një familje. Nuk kemi gjujt na me kundja, me më thetë, thash. Unë jo maj mirë se ti, unë e kom këto, unë e kom ato, ti se ki këto, unë e kom ato. Jo. Na kemi pas një qëllim. Do me thonë, qëllimi jonë ka qenë me kryu këngë të mira, me kënu, me lonë senet mira, edhe na kemi funksionu si një familje. Unë se ardit s'kom pas problem as një kolegë. Po ju kënë dimu shumë kolegëve në këtë aspekt, po ta kanë këthyu ose ta kanë ditë? Kur njët nuk e kur një të mire bëj, kur se bëj, për me ma këthy dikush, sa atër më se bëheq. Shumë është e thjeshtë. Kush e këthen, në regull jemi, të regon kulturën edhe ftyrën e vetë. Kush nuk e këthen, prapë vazhdoj me qenë regull, se nuk jom tip, jom shumë babush në atë aspekt. Nuk kërkën me të këthy në atë aspekt. Po i bjenë që të ka rastis jeta. Stash po du me dalë prej modestis, sepse më takon me folja dhe mund këtë pjesë. Në ka njerë që ndoshta kanë kry atë punën që kanë dash për arditit, atë interesin me si me vija, si me tekste, me mësime qysh me e kënu kangën, sepse kanë qenë në shumë kangë që s'poj përmendit tani, po mas ati rasti ka pas e rast që nuk të kanë telefonu ma kur vësh me dvejtë qyshje. Unë e thëmë edhe pe përsëris, kush ja bën vetit, mu nuk më bën për shtypja as pak, edhe kjo është e vërtet, një mik si arditi është vlerë, se jom shumë lojal, kom qenë shumë për shoqnin edhe për njerës, do me thonë dedikona edhe ma tepër se që duhet ndoshta, edhe do të kësha rumbullaksu këtë pyetje shumë thjesht, kush e hupe arditin, unë s'hupi kur gjo. Se me gjithë një ardit është problem, a me gjithë qiftin e që aty në njerëzve, shumë është e thjesht, vitë që a bën gjë, skip, edhe në regullje. Oke, po du me undajt tek një këngë e jotja në këtë rast, tek pjesmarja jote në garen për Eurovision, pse Kosova ende nuk mund tjetë pjesë, duke uruar që të bëhet shumë shpejt. Ke mendu që prap me marë pjesë, sepse ka qenë një super këngë, një super interpretim, është cilësu vokali, teksti, gjithë shka, por ke mendu që me u këthy ndoshta me shku në Shqipni, me qenë se në Shqipni është mundësia me shku edhe në Eurovision, betet një prej dëshirave tua kjo pjesë? Kënga Faj, titulli i këngës, e këtu tash përfitoj për rastit prap me përshëndet Astriti, se ideja ke përbashkë, pa Astriti e komponoj këngën, një melodi, zakonisht e bukur, tekstin e kom shkru vetë, u prezentova që është dione realisht, ka qenë një emocion jashtëzakonshëm, se mas shumë vitesh, arditi unë gjithë prapë në skenë, edhe mbi gjitha live, edhe ka qenë një performansë që do të mbajnë mend për gjatë. Jo, une e pres Kosova jem, kur ka me pas drejten. Do të thëtë, me qenë se jom Kosovar, edhe mbuna që jom Kosovar sigurisht, une e pres momentin kur do t'i jipe drita jeshile Kosovës për të drejten e pjesmarjes në Eurovision, atër jom i pari i cili kome
me konkuru, të thot edhe kreta potencialin tem, sepse hala njerëzit nuk janë vedishëm se çka mundet ky fyt me knu, se normal unë e kom gjetë një balans, që pas parasysh që tash petën pa dozë modestie, vokalje jem pak i thënë barierat e Ballkanit. E ta gjithmonë një mundu me gjetë një paralele për me më kuptu mes komerciales edhe asaj standarde, se me marrë me knu profesionalisht, shdi une, të edin. Prandaj arditi peruj zonin, kretë potencialin tem, për qatë dit, inshallah jam shnëshë gjallë prit madhit zot, e momentin që jepet e drejta Kosovës për në Eurovision, pa diskutim i pari jam që kom e konkuru. Nuk kom nevoj me knu për në event tjetër, a ka ma mirë se me shku me përfacu shtetin tëndë. Shumë e vërtet. Pavarësisht që jemi shqiptar, normal Shqipnia është më dhe, kretë është në regull, po Kosova është atë dhe u jem, edhe unë du me shku me promovu Kosovën. Okej. Po kthehesh në Kosovë, pas disa viteve. Përfundimisht. Zotit, faleminderit. Hajde mirë se në ardhsh, edhe mirë që po e zbulon, kështu që domethënë kemu kon më afër se kur prej kolegëve, studiove, po edhe publikut, sepse kanë me të pa tu këndu në vende të ndryshme. A ke bo na i plan, qka ke me bo qatë dit që ke marrë mu vendosi, ke pru kufira, ti ke lëshu, je ke nis me menu, qka ke me bo atë dit? Granit, unë e kom një të mirë, unë nuk bëj plan, se planet i bën tjetër kush, i bën zoti, unë jam shumë ekspeditiv, jam shumë konkret, do të thotë veç e kom mendu, edhe e kom finalizu mendimin, momentin që unë i kom kjarcu dë gjana me vetë, atër e kom pru do me thonë vendimin, du mu këthy në Kosovë. Do të thotë, pak fjalë, shumë punë. Arditi duhet më këthy aty ku e ka vendin, edhe kretë këto gjana unë i kom diskutu me vetë, që do të thotë momentin që këthena, ndoshta një 2 dit, vetit kom ja dhonë pushim, edhe me njerë më këthy mbramjeve, ahengjeve, koncerteve, festivaleve, kangve. Këtu da është ta mundale, ja ke njësë në planifikuna, i kangë të re? Ndryshe, po që tash jom të e bon verzionin akustik, kom incizu javën që vjen fajn. Se këtu në sfond që e pam ishte, do të të më orkestrë simfonik. A varianta që kemi me bo me Astritin, bas sot e diskutum, para se martë të tim në emision, do të shkojmë në një verzion tjetër, do jetë verzioni klasik, do të thotë kjo me madhështor, me orkestrë simfonik, edhe do tjetë varianta akustike. E që javën që vjen, me kismet për Zotit, mendoj me incizu dhe me fillu me mendu për klipin. Granit, kom mungu shumë vite, s'kom qka hupi mo, do të shpejt. Do të thotë me fillu edhe me i gra. Dhe ne me zispresi, me i dëgjua dhe me i pa kajtë qo. Faleminderit, ja zakonisht shumë. Kuptohet që më ftoftë në zetë nuk mund është me ik veç hajtë. Se pak prekëm tema, jo gjitha, se na duhet begi ko me folj, po nuk po duhet që gjitha me izbulu, sepse unë e di që do të vinë albume, kange, videoklipe të shumëta, sepse kjo është një ndër arsyet e ardhjes tënde në Kosovë. Kisha dasht me i bo një 2 loja me ty në këtë rast. Ajde të shofim. Njonën e kena bashkë me Regjin, shumë herë në shumë festivalje, kur kemi qenë bashkë, të këm dëgju mënyrat ndryshme të këndimit. Loj stili. Atë bojmë diçka t'il në ftoftë në zetë, për krejt me shtanë, mikrofonin e kena ofër, para se me na këndu në fund një kangë me bendin atje, kisha dash një kangë anglisht. Një kangë shqip. Po dhe me thonë, një asisë se bagi zhagitët, bagi zhagitët. Pika qurta, pak një refren, unë thash, po du me pa edhe miqtan, me qenë se kuptohet që e din vlerën edhe vokalin tënë, por t'ja u këthen ka pak memorjet se nuk t'kena pas shumë aktiv, kështu që tash du të me t'pas sa më aktiv. Pa e njëse me një kangë anglisht. He, bre Granit, që e fjallë vëq me mështi me knu, Okej, tash, para se me knu, okej, shumë kangë anglisht. Ja anglisht moja s'di qka, gjatë jetës kom knu begi kangë, po për momentin që po mbjen, kështu shkurt në men, e që unë e kom pas gjithmonë favorit, është një kangë që begi e viteve 90 atje, gjithmonë retro.
Gjithmonë retro. Gjithmonë retro. Gjanat ma të bukra, kajtë bota është në retro për momentin. Për shembull, hajde. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Pak, ta bona qepin. E po, edhe një qefa ma plëcen? Sa dush. Edhe një Që aty kemi nxeht, që aty kemi ftoft, që të bëhet mik, si për shembull, ama prit pak, me marrëveshje. Tash unë e marrë moderimin këtu. Jo, Shife, Ardit, si pas mundësis, nëse ka mundësi mu inkuadrun, leja të ma bete, edhe gjithë, regjia, ky se kalzon atë pjesë e erun vetin, a qa kë, gjithmonë kur jemi kon bashkë ka knu me mu, kime knu me mu që tash. Ka vite, po, Qyre, a dina i momenti, kur do me që dikon me knu, jo vallon se se mirë me zoni di që Fyti brete, dini që me qaj kesh. jam të nejt me hapa, me septolete. Jo, kisha dash një këngë shqip, një këngë që thjesht pëlqen ty. Po shqiptar jemi. Po, qoftë prej repertuarit tënd, çankës, të artistëve tjerë, një këngë thjesht që e ki shumë për qefi. Mos harro që edhe një ke me knu atje në skenë me ajo është problemi ma i vogël. Diçka kështu një këngë që e ki për qefi që ndoshta thjesht... Okej, që mu kujtu, hajde, njëra ndër ato. Larg te je mojnar, djeli nuk më ngro, kur zhohem nga gjumi, e ty nuk të shoh. Ndali para syve, në natë kosovare, tu i prit bite tyre, me kryna drita hej, moj Kosovanan, në zemër të kam, ty është ardhmëria e ëndra vetmi, hej, moj Kosovanan, në zemër të kam, ty është ardhmëria e ëndra vetmia, malli më ka marrë për disa të gjatë, për ara e fusha, për gure për bal, zemra ime mjera, gjithmonë e kërkon, dashurinë tane, Kosovë ta shijoj, hej, moj Kosovana,
në zemër të kam, ty është ardhmëria e ëndrave t'mi, ja moj Kosovanan, në zemër të kam, ty është ardhmëria e ëndrave t'mija. Që pak. Një përshëndetje për gjithë bashkëdhetarët, sepse kjo këngë realisht po besoj që të gjithë e dëgjojnë, sepse Jo rasisht e knova, për gurbeqarë se Afri kemi me ardhë. Faleminderit që ishem ftoftë të nxehtë, u mundum sadopak me prek pjesë të ndryshme të arditit. Unë kisha dashur në intervistë tjetër me këngën e re dhe albumin e këtij këto planet e mëdha që i ke, me të pas në studio, edhe herën tjetër bashk edhe me Astritin, që ato këngë që po i mendoni me i bo, me interpretu bashkaresht. Me knacin më të madhe. Me knacin më të madhe, ja të teja s'dite kush. Faleminderit e njerë për ftesën. Si gjithmonë, momente shumë të mira, momente shumë pozitive, energji pozitive, gjithë shka në regull. Edhe a Zotit takomi viç me të mira, edhe sigurisht nuk jom tip që i premtoj, po momentin që do të kem materialet të reja muzikore e që duhet shumë shpejt me fillu në lidhje me këtë çështje, Arditi sigurisht që premier do t'i bëj taj që ndoshta realisht ma shumë t'ja vlerësaj, e cili është Granit Miftari. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe njerë. Dhe miqt e ftohtë të nxehtë, tani bashkë po e përmbyllim pjesën e parë të emisionit me skena atje, Arditi bashkë me bendin na këndoi diçka ashtu siç duhet. Shihemi pas pak. Ditët e shtatorit moj, unë jam me ty, aze shkan e vogël, pse mëren vetëmi, aze shkan e vogël, pse mëren vetëmi, ej, ze shkan e vogël, mja e moj, deri sa të des, ze shkane, mja e moj, deri sa të des, almajna na ime moj, e bane zemrën mur, se kjo pun moj nane, tash më ka marrë fun. Se kjo pun moj nane, tash më ka marrë fun. Hej, ze shkane, imja e moj, deri sa të des. Hej, ze shkane, imja e deri sa të des. Po e vazhdojmë këtë dielje me ftohtë të nxehtë, kuptohet që mysafirët nuk kanë të ndalur, e aq më pak kuptohet që i kushtojmë shumë rëndësi veshjes, stilit, apo dok më mirë, cila ngjyrë është trendi, cila nuk është. Mas ne janë edhe disa gjana shumë bukura që edhe veshjet kombëtare po arrin me dalë
po që besa në mod të re, në 2025, po e them kështu, edhe kemi qenë edhe me Eurovisionin, duke marrë ditëve të fundit me veshje të artistëve atje, e sot kam tëftuar një dizajnere shumë të njohur, e cila ka prekur edhe Eurovisionin atje, sepse ka veshur një artiste, dhe me ne, sot me folë për modën, e me folë edhe për Eurovisionin, kam knacin që kam Saime Qushe. Mirë, falenderit, ju përshëndes pare. Falenderit shumë. Ju falenderit për ftesën. Knaci, unë thash këna me folë sot për teshat, për ngjyrat, për cilat janë ma mirë, po du mi anis pak për asaj fillimeve, qushe kuptove që të më tonë dizajni ka më bo pjesë e pandashme e jotja? Kjo ndër ishte shumë, në moshën shumë të re, do me thonë, pa i bo 15 vjetë. Edhe qka do që mendova që ndojnë drejtim tjetër, ku me marrë ose diçka, më flante në shpirt, e kisha në shpirt, në mendje që nuk mu largu asë njëherë. Okej. Edhe kryva një kurs, si 15 vjeqare, kurs truba qepsis, që i bjen para luftës. I bjen që sa i një mëtë. Edhe, kështu që si në heshtë, unë nuk jam dalë kur. E kryva shkollën e mesme, në gjimnazin, sa mi frashër ma. Edhe, po nuk ndala. Do më donë, e ke ditë për fëminis që... Kohën e lirë, gjithmonë një marrë me këtë drejtim, edhe ja pa të adhonë vetës një qëllim. Qka do që të bëj, nuk e me lanë anash, këtë zanat, edhe ja dhash vetës se obligim të ash o këmu bo e njoftën, o këmu e lanë krejt. Edhe deshti fati normal, me punën time, arrita këtu këjam. Unë thashat më herët që veshjet kombëtare, zakonisht kemi mësu me i pa dhe tëtë ashtu ndër vite, pa ndrume në atë aspekt, për Saime të këti ke fillu që dhe veshjet kombëtare me i këthy trendi, po e them, se s'pësum po gjenë do shta në i fjallë tjetër, po me bo kombinime mes stileve të fundit me ato të, do më thonë, para shumë viteve. Pse a njëse këtë pjesë? E pa shumë të nevojshme të unisë prej vetës. Si nuse, mu dashke me marrë pjesë në përahengje familjare. Edhe veshët që na u kanë ofru, nuk më flanin shpirt. Kishin shumë motive turke, arabe, të ndryshme. Po, si shaon, nuk ndisha mirë me to. Edhe për një moment, thar, pse unë mos me vendos, me ba, një veshët që fletë gjuhën time. Edhe hina ullumtimeve, edhe vendosa qysh para 8 viteve, me ba veshën e parë për vete. Okej, do më thonë, a kënis mas pari me vetën tonde? Për vete. Edhe unë diva shumë mirë. Reagimi njerëzve nuk e di. Nuk e di, kanë qenë, në atë ahen kanë qenë 300 vetë. Muj me thonë që s'kalon kush pa më komentu. Për mirë. Okej, kjo është ma e mira. Edhe thash, ka dalë thash se pas ka diçka që po dash, ka one me punu ma te për në këtë pjesë. Edhe fillova. Po, kjo fillimi e ke me përfundimin e fakultetit dizajnit. Okej, du më thonë pas... E përdora këta si tem, në diplomim. Edhe kur shkova në fakultet, e paraqita temën e abdim projektin e kreta, pse ti këtë pjesë, abdim për ma bën ledi, përshëndes shumë. Edhe thash po zdi, thash e mora, thash po jo rasisht. Thash se po du me zhvillu këtë pjesë, thash se diçka më prejku në shpirt, thash edhe unë diva mirë, kështu me një rast që kisha unë. Edhe e bona temën e diplomës, ajo dull e papame. Pas ta edhe fillu në dhe artist shumë me u drejtu, afert e edhe me u veshë realisht në atë aspekt. Po, se fjale e parë që ishte që ma përsërit që non-stop, diçka që s'kemi pa ma heret, diçka ma ndryshe se gjithë, edhe unë po unë i mora vetëm elementet edhe ngjyrat. Unë e sjella në stilin tim edhe e modernizova. Na krejt edhe sot, në ditën e sodit, vajzat e reja, normal, edhe më barët në cilën moshë martohen, thojnë nuk përdojna mu do knuse, nuk përdojna mu do kërën, nuk përdojna, abden qitë kompleks. Po ndronin. Po, edhe thash, po kjo veshja jam nuk një mosh. Edhe në moshën 50 vjeqare dhe 60 me vesh një elektemin, ajo nuk duket e randë për te.
Edhe e mendova këtë pjesë që me bo një veshje që mundet mu vesh në etapat ndryshme. Edhe dalohesh, edhe kërë je si nuse, dalohesh në mesin e nuseve tona, nëse dënë me ranë sy, atë e bjenë me veshjen time. Po, në gjuhën dhe gjithë shka du më thëmë me qenë originale dhe shqiptare, tradicionale, po pa e arru moderne. Me qenë se thash që shumë këngëtar janë drejtu të këti edhe për veshjen normale, për veshjet këto këthimet, ndrimet. Cilin dhe shta ka qenë ajo këngëtarja ose që e veçon pak më shumë që ka arrit me bot diçka shumë bukur? Po s'mojma anashkalu Albinën, s'mojma anashkalu. Do më po dalim direkt në Eurovision, s'tashtë. Po se, edhe para Eurovisionit, ka pas dikun 2-3 vite që kam punu me Albinën. Edhe tash të e pa stilin e Albinës, edhe të i vesha e gjarat e mija, edhe ju përshtat ke tash edhe pjesës të rinis shumë, që edhe cool, edhe tradicionale, moderne, edhe në gjeshin i mes, edhe ndishin mirën te. Ne vetëm përshojnë pak sa performansën e Albinës në Eurovision, Albina Kelmendi bashkë me familje. Do të thëtë, ne kemi pasë edhe një intervjist bashkë kur kemi qenë në Londër nëse nuk ga bëj, kemi pasë me Skype ose me Viber. Nuk e di me njënën që kemi folë për këto motivet shqiptare të vendosura në performancë. Po, më falë, të mos i anashkalu dhe këngëtare tjera. Po. Kuptot, pastaj po këthejmë, dash pëndojmë të Eurovisionin, mas ne këthejmë të artistët tjerë. Se kom pënu ma gjatë ma Albinën për ata dhe... Si ka qenë reagimi njerëzve të tjerë kër e kam pa veshën, me qenë se ti ke qenë gjatë tërkohës atyre ditëve me Albinën në turneun e Eurovisionit, si qëshën komentu? Me thonë drejtën, s'ka qenë as pak e letë për mu, një përgjithësi ka shtë madhe, më po thëmë dy shteteve se një jemi, me pas të natë përgjithësi nuk ka qenë e letë. Po, as nuk kam dëgju kërkan, as nuk e kom shiku kërkan, e kom mendu drejtimin teme dhe idejnë teme që e kom, ku më thonë mirë keq, unë e du me vazhdu, e kish, ma thoj ka intuita jam që ka me ka diçka ndryshe. Edhe tu bazu edhe prej kongës, edhe prej motiveve dhe porosist kongës, unë keshe bindur që ky stel kam një përshtat mas shumë t'i Albinës. Qysh kanë reagu njerës për shambull atje kur e kanë pa këtë veshje, po flasë jo shqiptarë? Më do njerës të huj këtë edhe pse nuk e kanë ditë historikun e popullit tonë, ju ka duk shumë interesant. Djenja ma e mirë që më duna me përmen gjithëqysh, njerës, pa ma parasysh cilit shtetë kanë qenë, si kemi qenë me një halë shumë të madhe, dhe gjitha shtetë kemi qenë me një vend, po të ndome me pjesë. Edhe s'ka pas njeri që së ndalën rrugë, edhe në rrugë, po edhe qatë holin, me përgëzu, me duar trokit. Me thonë shumë bukur, shumë interesant, e mos flasë për në rrugë. Nuk e di, zdi, atë ndjenjë, ishala ka mu përsërit prapë për mu. Ishala, sepse ka qenë e pa përshkrua. Okej, momentet du më thonë prej mas bukura. Me të marë autograf në rrugë, se kom përjetu, deri tash për e përjetu. Me Albinën. Ta bjenë edhe Albina në këtë rast. Me qenë se ndër vite Shqipëria, duke uruar që edhe Kosova të bëhet pjesë sa më parë Eurovisionit, ndër vite ka përfatsu shumë këngëtar Shqipërin. Unë bashkë me ekipin e Ftoftën Z kemi përzirë disa prej tyre, ndër vite, që këshim dasht bashkë me pa për shambull qka i këshe bo një fëtës, ose një veshjes, ashtë bukur. Tunis prej... Jo, Albinën nuk postojnë. Jo, thash Tunis prej kanditim, gjithmonë edhe shijes time. Ajo kuptohet. Po e nisi me njerë me një ndër pjesëmarëset në Eurovision, nëse kemi regjin gati, po nëllë me Anjeza Shahinin. Anjeza Shahinin në vitin 2004, nëse nuk ga bëj, ka qenë pjesë e Eurovisionit. Ja ku po e shojmë edhe performancën e Anjeza Shahinit, me një veshje të kuqezia, dhe ata Anjeza pas ka qenë. 2 fjallë, shkort.
ndoshta për kohën u përshtat, po për mendimin tim në këtë kohë i kisha ndru. Qa i kështë ndru për shambull? Anjeza ka qenë po në 2004, është kohë begje gjatë. Ka ndodhë ndryshime në modë. Po për atë vetë, ndoshta për 2004, edhe ka qenë përfaqësuesja e parë. Po, edhe përfaqësuesja e parë dhe edhe nëse po më duket pak e thjesht për atë skenë, për atë event që është Eurovisioni, po kjo e ka mund me zanën e saj. Ka qenë duket nëse nuk gaboj, e vetëmja që është fut në top 10 bashkë me Rona Nishliun më pas. Nëse nuk gaboj. Në top 5 Anjeza Shahini, faleminderit shumë. Shkojmë me këngëtarën tjetër nëse e kemi gati. Okej, Ronela Hayati. Edhe Ronela është diskutu për veshën e saj si në parakalimet e tapeteve të kuqe, si dhe performancës në skenë. Ronelës ju ka përshtat Begje, se të i pa lëvizit e Ronelës që i ka në skenë, ju kam përshtat. Në më donë ka qenë okej. Më thonë që më ka pëlqy. Okej. Shkojmë me këngëtarën tjetër, me qënë së më po i lexoj emrat, parafrakisht. Rona Nishliu. Rona Nishliu ka qenë dhe është në stil vete. Tu njës prej flokëve, prej stilizmi që e ka pas, e ka bo Ronën më të veçantë. Okej. Edhe nëse diçka është keq, nëse duket ma ndryshe se tjertë për mu, është mirë. është mirë, okej. Mos harrojmë që në vitin 2012 ka qenë pjesëmarrës e Rona Nishliu me këngën Suz dhe ka qenë në top 10. Edhe dizajnin e fustanit ka pas shumë të mirë. E vlerësoj, po. Diçka ndryshe dhe veçantë për skenën e madhe të Eurovisionit. Kjo ju ka përshtat definitiv. Okej. Po a kina një për shembull ndoshta unë nuk e kam gjetë që kështë thonë ju a kësha ndryshe, po nalim të Ledina Gjelja. Që më kujtu ka nga ditida, ditida. S'kisha ndryshu shumë. Pak, po shumë. Pak, jo shumë. Jo shumë. Okej. Edhe të përfaqësuesit e fundit të Shqipërisë, kemi të bëjmë me Shkodra Elektronik, Zjem, realisht kënga që po pëlqejet gjithandej. Një veshje komplet tjetër, ndryshe, performancë super interesante, është si cilësua dhe në rrjetet sociale, që o pëlqejet shumë Shkodra Elektronik, dhe kanë qenë pjesë në Radio Televizionin 21 në program të mëngjesit, disa herë më duket për të folur për eksperiencën e tyre. Qka e thu kësaj veshje? Ka pëlqy? Kësaj veshje, jo tërsisht, tek kjo veshje kësha ndryshtu vetë materialin, asgjë tjetër. Okej. Në regull, po i kësha dash vetëm një foto të Albina Kelmendit ose hecë po e du. Nëse Albina Kelmendi kishë marrë pjesë në 2025 në matë veshje që është tani, qaj kështë ndru? Qa ku po e shojnë? A kështë ndru ditë shka të ke performanca jo të sot? Po e lo me të njëjtën kongë? Me të njëjtën kongë, jo. Jo. As ma pak e as ma shumë? Jo. Nuk mbetet me rak për as edhe një fije. Qëfar këm bo? Jo. Cilin këngëtare kishe pas qef me vesh për Eurovision kur e kishë përfaqësu Kosovën, herë do kur dë që bëhet. E kena emër kështu që kishe pas qef. Po nuk është e pa arritshme kjo. Unë mendoj që shumë shpejt do të bëhet. Do të bëhet edhe... Po cilin këngëtare kishe thonë ti, okej, me këto kisha pas qef me përnë? Që përshtatet me stilin tim, është Teuta Kurtin. Okej. Ronën. Po Rona ka qenë sigurisht, po së është se ka ndalu. Jo, kanë të drejtë me qenë pjesë marrës prapë. Po flasi këto këngëtare ku... Se besa këndvima ka qenë tani për Shqipnis, tani ka qenë një vendi tjetër jashtë trojeve shqiptare. Përmenda këta dy emra që ma mërmendja që munden me qenë, edhe ishin përshtat mas shumë të me stilin tim. Okej. 2025, cilat janë ngjyrat ma trendi të veshjes? Si vjetë ngjyrat, ma shumë po dominon ngjyra kafe, edhe e verdha e letë. Po ka shkumelja për shambull më ardhën e qëta shta ime, dhe me thonë apo me punaj veshje interesant, da me me shkujt dhe me thonë, ke thonë jo, veç me femna punaj. Gjanat përdiqme ju iku, si për femna, si për meshkuj. Po kemi në treg, njëftush. Po për shambull ma kështu për shambull për gjirimet e viditri, më thonë sa ime një veshje super perfekte po e du, më thonë arrin që me bo dhe për meshkuj këtë aspekt. Pa tjetër, unë jam për kujdes për gjithë familjen.
Këtu jo, menova që e ke bo për hatër. E kam bo, po nuk e zhvilloj shumë këtë pjesë, po me qenë diçka skenike, po. Kam pas kërkesën me veshë dhe djallin Violet Kuka i vjetë, Maltin, po si shakto isha në Amerikë, edhe miku a i rast. Okej. Po, dhe më thonë, vinë rast e tjerë. Po, pa tjetër. Okej. Cilat fyra publike gjermëtanit që i ke vesh, nuk po du me të pytë cilat shumë e emër, po a egziston naj këngëtaret që ke bashkëpunu me të dhe nuk ta kalon shijen e mirë? A egziston a e si emre, apo nuk pëthu kështu? Jo, s'maj me thonë. Në po ka diçka të tillë? Ka diçka, po s'maj me thonë. Sër diçka për mu të sekë. Okej. Do shta se ka pas disponimin e mirë. A që kërkesat e shumëta, apo mos pagesa, apo cilja ka qenë? Nuk po të pysë për emrën, po bilen njënë? Jo, s'kemi asi problem, jo, s'kam pas. Si është nuk jeni koordinu me energjinë e njëjtë? Në shta disponimin i sajës e ati s'ka qenë fort i mirë, po jo me mua absolut jo. A dinë se në shta ma kanë lavdru që është shumë tip pozitive e gjana tjera, po si dihet, ndë njerës gjohem në mëngjes keq. Duke këtë bota që të ka faj, qa me bona, ata është nuk kena faj. Po jo, s'me me ceka asë një gjë. Ma let me vesh një këngëtare, pavarësisht me veshjet, do me thonë këto kombinimet që i bën të veshjes kombëtare duke këthyne në stile të reja, apo për shambull një nuse, që së është person publik. Po me dëmë fustan bardh? Në veshje, pavarësisht, ose fustan bardh, ose fustan normal elegant. Cila është më e letë me vesh? Një person që është mrapa kamerave, apo diko që është para kamerave? Për mua është njësoj. Nuk e kam të vështira asë një në pjesë. Se përvoja bëja gje gjatë, më ka mësu, më ka kalit koha. Se tash më bushën plot 26 vite, që si jam dalë kur. Edhe nuk i frigona asajna. Ma shumë i frigona kamerave që më kapin mua. Se jë mësu me qenë mas kamerave. Puna e me më dukë para kamerave. Shushku ka ndenja dhe para kamerave të është? E mirë, për shkajtu mësu. Në hapjen e ateljes që e pata para 2-3 dite, jam një shumë siklet. Për herë të parë mikrofonin e kapa ndorë. Edhe tonat njeri që e pata për para. Nuk do një fatë bluri, kështu. Blur, krejt. Edhe tani kur nesër më thash, pse bona ashtu? Thash, këtë kënë njerës të mi, këtë kënë bashkëpunëtor të mi. Pse bona, pse unë e mu shprej, jo mu shprej, po pse me më kap të na i siklet? Po vitu mësu. Edhe pse ju kam ikë kamera bagi. Shtan këto vite ju kam ikë. Sa herë që njerës të, do më thonë, shojnë një turb njerëz ose dhe vetëm kamerat, është a i stres edhe përgjithësia që të ka para veti, kështu që besoj që përna kuptan edhe neve. Po shumë. U binda asaj që më shqetsoj një mike imja, tha, po njerëz ta dalin, bojnë trajnimet ndryshme, për me dalë para turmës. Thash, hera e pare imja s'ko ka kur gjë tragjike. Viti i kalum, se përveç veshje tradicionale që vonë kom fillu me veshje, specialitet e kom edhe fusalën e bardhë. Okej. Sajën e, cilë është një për shambull se që edhe një pytje para se me përmbyll, cilë është e fustani që të ka marrë mas shumë të material? Mas shumë të material, ku prap. Cilë? Prap të e Albinës Fonana. Okej. Se i kemi pas 2 nëne, 2 pjesë. Pjesa sipër, që ka qenë si sako, po ka qenë shumë e bisht madhë, kosoja ka qenë ma e lartë, edhe po nuk e di pëse më zgjedhë njerës për fustan të bardhë, edhe mas pak ti kom kushtu rëndësi me koleksione pjesës fustanave të bardhë. Ndoshta që ka rritë Albina me buat, sa metra për afërësisht i ka pasë, pëse është diskutu diçka në media? Dikun në 70 garant. 70 metra? A ka mujtë me, për që ata Albina ka pas probleme me shpinë gjatë të dytë? Jo, s'ka qenë e ranë shumë. Nuk ka qenë e ranë shumë. Kështu që kulmi i karrierës teme me fustanat bardh ka qenë vitin e kaluar. Sa që pritët mirëm ka shkona si vjetë, dikun 19 vajza i kom bonu se vjetë. 19? Një pytje përdu me ta bot të fundit, këto kështu po e kam. Zakonisht dëgjohen treg të shmimet, do më thonë supermarramense, të fustanat një nusës, përgjithsi do më thonë prej këpucave, dejte, veloja, me greme, me krejt që ka lën një kosto marramense. Nuset e 2025-ët, ma të lira se vitin e kaluar apo ma të shtrejta? Po flasë për me u bon nuse?
Tash një porosi që e ka me tregu drejtër e ka ma të shtrajt se kret vellot e vitit të kalu. Okej. Tash me dash më martune sa i me sa bot nusja? Qëto vesh me Të fustan unë gati? nuk pagun shumë shtrajt, të e krasu në dizajnera tjerë, të unë merë kualitet, po nuk pagun shumë shtrajt. Okej, do me thonë Është e kapshme. normal, okej. Një ndër arsye pse s'më martona sa ime është të shkja. Ta hekim atë gajle. Ta hekim atë gajle. Unë thëmë që për nusë nuk është, muj me thonë, nuk është shtrajt kur. Pse? Unë ja u sugjeroj shumë edhe klientave, edhe tash shikuzve që përna djekun, ndra se dojnë me kursy diçka, mos kursenin në fustanin e bardh, në muzikë. Okej. Pse? Muzika ti bën edhe të mbetet, po edhe ti bën të pa lumtur që ta njerë që i kiqë aty, të pa disponim, edhe ti e shefti edhe mysafir tjerë çfarë kost të kanë me shkun që dasëm, edhe mos me kalu mirë, qysh. Edhe ana tjetër, Po më pëlqen kjo. po, edhe ana tjetër, ti pëmbledh 300-400 vetë, edhe po hynus jam një fustan Thjesht. të thjesht ose të marrë me qëra që si vjen as taman, edhe qysh. Ti po vjen për thirë tonë që ta njerës, për me pa nusën. Unë e mendoj që qëto dy rast nuk bërë me kursi. Unë po është edhe një rast plus këto. Do më thonë gjithë shka bëhet, krejt kryet. Pa e pas, kamermanin e Kamerën, edhe fotografin, as ka mu pa nusja. S'mohan men ato, fix. Okej, sa i me falenderit shumë, që Faleminderit ishe juve. pjesë FTNZ. Faleminderit juve, ishte knatësi. Anë është kohë që vazhdojmë një këngë tjetër për të rikthyer më pas me rjetën e misionit. Amaner pranë vera moj, që li qarëshia, uritu i mendu. Amaner pranë vera moj, që li qarëshia, uritu i mendu. Aman kush mi qa, dhe te mija moj, ajo që deshta mu largu. Kush mi qa, dhe te mija moj, ajo që deshta mu largu. Aman ka shumë vite moj, që po të prese moj, du me t'po me si. Aman ka shumë vite moj, që po të prese moj, o du me t'po me si. Aman nanajte moj, o edhe baba moj, t'kishin byll në
Aman nanajtë moj, o edhe baba moj, kishin mbyllë në dryt. Këtë djelu kënaqëm bised pas bisede, tani kam kënaqësinë që në ftohtë të nxehtë, të kemi një premierë të një këngë sëre, një këngë, një videoklip, i cili është realizuar dhe sot për herë të parë, bashkë me miqt më të mirë të ftohtë të nxehtë të Radio Televizionit 21 në Kosovë dhe TV 21 në Maqedoninë e Veriut, të shohim paksa klipi, po e kërkoj që të shohim nga regjia e pastaj do flasim për këngën e klipin me një këngëtare e cila ka realizuar një super këngë e që besa që tani do të keni mundësinë e ta shihni në kanalin zyrtar në YouTube. Regjia, të shohim pak këngën e pastaj të kthehem bashkë me këngëtarën të flasim për këngën më të re. Se dëgjoj askush, se shikoj askush. Ulta Selimi, mirë se erdhe fillimisht. Si e? Ne pam, dhe më thënë, videoklipin edhe realisht edhe po e shohim edhe këto momente, edhe kisha dash pak sa me fol fillimisht për këngën. Si nisi komplet puna e kësaj këngë? Po kënga është, të më thënë, është realizu, të më thënë, tekstin e ka shujt Ben Apolloni, regjisori Ben Apolloni. Okej, pej sotit një këngë ma ki bësh, Ben. Kurse kompozimin e ka bë kompozitori Florent Boshnjako, edhe pas taj vinë edhe kostumografët, kostumografja ka qenë Leodita Hyseni, që e ka bërë, do më thënë, ideimin, projektimin e kostumeve, dhe kurse, do më thënë, mendimin e Qëndrejsa Isufet. Okej. Më dhe një ekip i madh, realisht që keni punu në realizimin e këngës më të re Perëndimi. Po, pas taj edhe videoklipin e ka bërë Bok Production, dhe për pamjen estetike, për dukjen estetike, do më thënë, na ka ndihmuar edhe BAM Studio. Okej. Më thënë një numër shumë i madh, zakonisht ne shijojmë një këngë dhe një videoklip, në këtë rast vetëm një pamje ose edhe komplet videoklipit, po harrojmë që në numër i madh është. Qysh u ndave në momentin kur e dëgjove këngën, të kompletuar edhe me videoklip edhe atë herën e parë që ke pa videoklipin edhe këngën? Po, ka qenë një emocion i papërshkrueshëm, se prej e vogël, do më thonë, kam pas dëshirë. E kam edhe një këngë kur kam qenë në moshë 13 vjeçare, por tash, do më thonë, ka pas kohë derisa s'kum bë bashkë këngë kështu temën personale, edhe ka qenë një emocion i veçantë, edhe me ndëgju, do më thonë, këtë këngë fantastike të këtij ekipit. Të mrekullueshëm, shumë të madh. Realisht, këngën kur e kom dëgjuar, ka pëlqy edhe teksti, edhe interpretimi yt më pas, realisht e ke qa edhe e ka aktru, përpos që e ke këndu mënyrën perfekte. Po, u dashtë edhe me aktru. E ke aktru. Po mendon që përpos këngëtare më bua dhe aktore në këtë rast? Dyja të bashkë? Po, si dihet. Okej. Qka tani, me qënë se kënga do të postohet sot në rrjetet sociale, njëkohësisht edhe në YouTube, faleminderit shumë që ke zgjedhur ftohtë të nxehtë që të bësh premierën e këngës më të re. Kjo ja ke 20 minuta, është ndaj këngë tjetër. Ja ke 20 vetëm se ato planet është problem është mja një, se mas ne 100.000 ide dhe planet vinë. Po jemi në bisedime, ta shofme edhe disa këngë tjera, disa këngë, do më thonë njëm edhe tekst shkruse, po, edhe ajde muj me nxjerrë edhe diçka prej vetës, po edhe prej, do më thonë, prej kompozitorëve të ndryshëm. Të ka shku mendja për shumë me bua dhe naj bashkëpunim, me naj këngëtar ose me këngë kështë pas qef me bashkëpunu? Po, tash kemi amrat ndryshëm që janë të njohur, për shembull Dafina Zeqire. Në Dafinën së mënë është, du më tona, koncertin e fundit e ka kry. Po. Du më tonë Kamelin. Po, në të ardhën. Në të ardhën. Dikon tjetër për pos Dafinës. Po, për shembull Yll Limani, se përshtatmi edhe pak zhandër muzikor. Që ta janë disa emra. Oke, ata të favoritut. Po cila është e kënga që të pëlqen mas shumë, të një këngë e huja, kështu që... E huja Rise Up. Okej. Andra Ray e ka po.
Okej. Edhe më pëlqen edhe Amy Winehouse. Këngët e saj janë të pavdekshme definitivt. Po, më pëlqen edhe Lana Del Rey. Okej. Po du me të kthy prap të klipi. Po. Tashtu e pa klipin edhe me këndo detaje. Kush t'ka bo mas shumë të nervëz në klip? A ka qenë Beni, a kanë qenë kamermanët që kanë thonë hajde edhe një herë, se kjo pjesa nga njerë t'lodh videoklipi. Po. Se për 3 minuta do me thonë ndodhë që gjerohet 2-13 orë, kështu që të bënë edhe ma shumë një lodhje që nuk e përshkruan me fjalë. Po klipi fatmirësisht u kry me sukses, edhe nuk ka zgjatë edhe shumë, edhe një skene do me thonë u përsëri 2 herë, edhe ka pas, ama jo, do me thonë ma shumë se 2 herë do me thonë nuk jëmë përsërit skenat. Vetëm ta jo pjesa që jëmë përshkëli, atë do me thonë kena pas pak, ka zgjatë ma shumë, kurse tjera atë kanë shku ma leshëm. Po. Më thonë, sa është fështirë kështu me fshi shminkat vetë shumë e dur? Po tash do të mi dhonë edhe ndjesi edhe... Kuptohet. Edhe mirë ka shku. Me qenë se je në ere në mosh, po e mendon që muzika tjetë profesion për ty? Po është një ndjesi që nuk krahasot me diçka tjetër. Do me thonë kjo është edhe punë, po edhe është ndjesi e jamja që unë kur dalë në skinë, do me thonë e ndjej 100%, do me thonë është my time, koha jam, do me thonë. Aty është që fle zemra. Po. Okej. Po, me qenë se ke fillu me mendu për këngët e reja realisht për me realizu, kështë pas që për shambull dhe kënga tjetër, me qenë një balad ose një ritëm tjetër? Po, ma shumë më pëlqenjë baladat, po edhe, do me thonë, këngët ritmike më pëlqenjë, që më pak ma me ritëm, pak ma pop. Po, edhe në balade një nashta vetëm pak ma mirë. Do më thonë edhe kënga tjetër me sa po e kuptoj balad. Tash se di. Se ke menduan. Po. Okej. Si po e mendon që do ta presim, për shkak po ja nisi një pyetje kështu prej shoqnis tënde më të afërt videoklipin. Ndoshta ata që nuk e kanë pas, ata shumë të afërt e keni pa. Po ka ende që nuk e kanë pa. Si po mendon që kanë me reaguar ta? Po tash shoqënia jam është, domethënë, kanë shpirt artistik, do më thënë gjithë, sepse kam qenë edhe shkollë të muzikës, shkollë të mesme, tash në fakultet juridik, atje në Kilan. Edhe besoj që kam ju pëlqy se ka edhe motive artistike, jo veç, për shambull, veç jo muzikë komerciale, si do këngëtar që... Që po bëhen, kove të fundit më shumë muzikë. E kjo është ma shumë artistike, do më thënë besoj që ju kish pëlqy. Ullëta, unë për të falenderoj shumë që ishe me një në Ftohtë e Nxehtësët dhe bashkë e promovum këngën, duke uruar që për herë të parë ta dëgjojnë dhe ta shohin edhe me qëtanë të Radio Televizionit 21 dhe kuptohet që na premtosh që do t'jesh shumë aktive, të mos ndalesh duke sjell këngë të reja, videoklipe, e sigurisht herën tjetër sot po pështën, herën tjetër duhesh marrë me band me kënduat. Po. Shpresoj që kam i pëlqyer edhe publikut, po i falenderoj edhe gjithë ata që më kanë ndihmu me realizu këtë këngë. Do më thënë, i falenderoj të gjithë. Faleminderit shumë. Ne bëjë dëgjojmë edhe për pak qaste këngën, dhe më pas do të rikthehemi për të vazhduar edhe në emisionit Ftohtë e Nxehtë. Kuptohet që Ftohtë e Nxehtë pa muzikë nuk bëhet, e që besa ka ra Ftohtë e Nxehtë, muzika po dëgjohet gjithandej tani më, klikimet shumëta në rrjetet sociale, fal mysafirëve, artistëve, këngëtarëve që vinë në çdo të diell, këndojnë me ne bashkë për miqtë më të mirë, për shikuesit tanë të rregull, kuptohet. Ndërsa me ne sot ishte ai djali prej Vushtrisë, që besa bëll këtë që nuk i këmora qajat, zdi pse i harrova ardjan me me ti qajat mi prua, fënjë të Vushtrisë pa qaja as fënjë. Po tash mos e jina në Prishtinë, ja bojnë ati qysh. Qysh je fillimisht, qysh kalove këtë djelë me një? Mirë farmdejre, sot një djelë e qetë, u knaqë me emisionin tuaj, kësha doshtë, mi u përshëndet edhe juve, kej stafën e Radio Televizionit të stëne, mi u falenderu për ftesën. Ardian, qysh po shkon?
Procedura e kongëve, a ki plan me si edhe kongë treja, jo? Procedura e kongëve Granit është na pak më e qetë, nuk është që jena shumë ashtu të angazhum mas kongëve. Momentalisht jena të punu shumë tekste, unë jam edhe tekst shkruës, edhe melodit i bëj. Shkru, kështu preprej zemrës. Valla, komplet, ma shumë balada, dhe me thonë, më në më inspiru se nga shqiptar për vujna shumë. Te qyshja e të vujta jo kështu? Paj, jo, unë për vejtë, në tash nështë edhe muzika, s'më në e lejon, këtë farë, as në bjen me vujt. Qysh për të shkën sezona, kena të kamet në dit e lira, në natë e lira, qysh me thonë. Që tash ka njësë më plëcu numre, sezona është mirë të në shumë, çdo herë po jena në rritje. Jeni vetëm ju tren në ekipa, po? Jo, e kena edhe klarinetistin tjetër. Cili është për shembull që bën mas shumë të zhurmë? Mas zhurmë gjia. E kom zbulu. Është Niti, vloja. Aja është pak ma energjik, po tash ka nisë edhe Dionin me infektu në këtë farë sporti. Të më thonë, një me raj bjenë, si mas ne prishën krejt për bjenë. Halo veç mu s'ka mujtë më infektua. Vështë t'ja lo serios. Unë pak më serios. Unë e Nitën e përshëndet, sepse më herët më tregoj diçka histori që ishim njoftë, për e them kështu, para shumë viteve, kështu që merë mirë. Edhe qashtu veç vazhdo për zhurë, veç personale. Kështu tha vllajat, nuk kam fajnë. A mo kjo është zhurmazhi i mirë, jo i kesh. Po, ja. Është gjithmonë dikush duhet me qenë që bën atmosferën e pavarësisht grupit ose të punës. Cila është ajo kanga që kishe dashur për shembull me pas tondën që ka ikë për pak ose e këndon dikush tjetër? Valla, momentalisht, ka shumë që po mbinë mend, tash sot i... Një pak që e ke, apo të ves Nitin, atje se Niti më tregon drejt. Niti, për kongë këgja është, edhe i binë mend ma shpejt, edhe demi zgjell. S'po di ka shumë Granit. S'po të ngushtë? Tradhtar, ja. Tradhtar, është kongë shumë e mirë, qa nuk vdes kër. Mu më pëlqenjë kongë që kanë jetë gjatësi, jo kongë që ngullën është një javë. Edhe fatkeqësisht është shumica prej kongëve, ma shumë se një javë s'po mbjetojnë. Atëherë, para se me fillu intervjistën, më ke thonë diçka që mos me të bësh shumë pyetje. Me të lonë me kënu ma shumë, shumë ke thonë. Qështë? Kështu që unë nuk po të bëj ma shumë pyetje, dhe vetë për vetëm në arsyet që me të pas edhe në të djelat të tjera në ftohtë të nxehtë, kështu që po e bojna si pakt, si marrëveshje. Do të thonë, unë nuk po të pyes ma shumë, po ti marr ma shpesh me na kënu. Ose po e vazhdojmë intervistën. Në qatë farë punë e kena, nuk pritojnë, kësha dosht edhe me të falenderu shumë. Faleminderit. E i shollë edhe ju i të punë amore mirë, e ju urej një sezon të mirë për krejtë stafën tuaj, i shollë krejtëve na jetë që është mas mirë. Faleminderit shumë, më ndëroj shumë sukses e ty. Tani është koha që të dëgjojmë një këngë. Me knatësi. Nuk po të pyes me cilën këngë, po bëna një ato për aty në këngëve të bukura që na ke sjellë këtë ditë. Faleminderit shumë. Faleminderit e piku. Hej, tash fjallët morën ver, me tjetër zonte ti po fler, gënjeshtare. Është fakt se kam gjelozi, por sa këtë dikush ishe ti më katare. Në pranverën me vonë, asje të rëndafin më duqe, e ti më mashtron bastin palive. Hej, ndoshta u bëmi, por unë kisha shumë vështirë ta bindi veta.
kam shumë gjelozi, kur saktë di se kush ishe ti, më katare. Në pranverën e volës jetrën dhe film më dukëshe, e ti më mashtron bastin pa një nuk i pate këto mëkate nga dashuria, ti veç deshte me poshtru ama, nuk e do t'i tjetrin e ke veç nga mënia. Qka po dukem ty kur po mre sy më katare, ti mundesh me në fyr të njoh mirun ty, o moj tradhtare. Në pranverën e volës tjetrën da film më dukëshe, e ti më mashtron pa stil e pa nivel. Nuk i pate këto mëkate nga dashuria, ti veç deshte me poshtru ama, jo nuk e do ti tjetrin e ke veç nga mënia. Qka po dukem ty kur po mre në sy më katare, ti mundesh me në fyr të njoh mirun ty, o moj tradhtare. Mi qëftohtë të nëzet, jemi bashkë një orë 30 minuta me mysafirët që vinë gjdo të djelë në ftohtë të nëzet, duke rëfyer gjithë shka nga jeta e tyre, kuptohet materialet e muzika që nuk mungon, ajo që na bënd valzojmë, që besa nga njerë dhe të mendojmë gjonat nga e kaluar anaj dashuria ndaj në moment tjetër. Ndërsa, unë do doja që të fajndëroj fillimisht butikun Keq që përkujdesit për veshjen time, Keq që gjeni në 5 destinacione, është brendi më i njohur për meshkuj gjithë anë mbanë Kosovës, njëkohësisht Mejtë Herë Salon, osin dhe tërë stafin e mrekullueshëm që përkujdesit për flokët. E kësa herë duat që të fajndëroj edhe stafin tim, një staf që patat definitivisht nuk mund t'ja dal asnjëherë, po e nis me producentin organizativ, Arjan Havollin, duke vazhduar më pas Bardhin, Fatbardhin, Hajdarin, Ardin, Ambin, Sabin, Lumin e shumë të tjerë, sepse është një numër i madh i njerëzve që nuk do doja të mbes borx pa i përmendur të gjithë, por me qenë se jeni shumë, unë ju them që ju dua dhe pa ju nuk mundet të bëhet asnjë epizod i ftohtë të nxehtë. Ndërsa, gjenë takimin tonë të radhës, vazhdoni të shoqëroheni me Radio Televizionin 21, ne bashkë me ftohtë të nxehtë dhe me mua Granit Miftarin do të shihemi të dielën tjetër në orën 15.